Islami, feja e ekuilibrit. Në ajetin 31 të surës Al-Araf, Allahu i madhuar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. O bijtë e Ademit, vishuni përshtatshëm kudo dhe kurdo që të faleni. Hani e pini, por mos e teproni, se ai, Allahu, nuk i do ata që e teprojnë. Ky ajet përmban udhëzime shumë të thella për jetën shpirtërore dhe shoqërore të njeriut. Ai nuk flet vetëm për veshjen apo ushqimin, por flet për ekuilibrin dhe moralin në jetën e besimtarit. Në këtë ajet, Allahu i drejtohet gjithë njerëzimit me thirrjen o bijtë e Ademit, që do të thotë se mesazhi i këtij ajeti është universal. Në këtë ajet përmenden 3 udhëzime kryesore. I pari, të paraqitemi me dinjitet dhe pastërti në adhurim. I dyti, të përfitojmë nga begatitë e Allahut, prej të cilave janë ushqimi dhe pija e të lejuarve. I treti, të mos kalojmë në teprim dhe shkapërderdhje. Pra, Islami kërkon balancë, ekuilibër mes shpirtërores dhe jetës materiale. Ky ajet i begat përmban disa urtësi të mëdha. E para, feja islame është fe e ekuilibrit. Ajo nuk e ndalon njeriu nga kënaqësitë e lejuara, por e ruan atë nga teprimi. E dyta, adhurimi kërkon respekt dhe përgatitje. Veshja e mirë dhe pastërtia janë shenjë nderimi ndaj Allahut. E treta, teprimi është i dëmshëm për trupin, shpirtin dhe shoqërinë. E katërta, begatitë e Allahut duhet të përdoren me falënderim dhe balancë. Dietarët thonë se ky ajet është një nga parimet e mëdha të shëndetit dhe të etikës së jetës. Gjithashtu, nga ky ajet mësojmë se besimtari duhet të shkojë në namaz i pastër, i rregullt dhe me veshje të denjë, sepse ai po qëndron para krijuesit të tij. Ajeti na mëson se Islami nuk e ndalon begatitë e jetës. Njeriu mund të ha, të pi nga gjërat e lejuara dhe të shijojë jetën, sepse këto janë dhuratë nga Allahu fuqiplot. Ajeti na mëson se teprimi është i ndaluar. Teprimi në ushqim, në pije, në pasuri apo në çdo gjë tjetër është i dëmshëm dhe i papëlqyer nga Allahu fuqiplot. Ajeti na mëson se mesatarja është rruga e drejtë. Jeta e besimtarit duhet të ndërtohet mbi mesataren dhe maturinë. Ky ajet i begat është shumë aktual për shoqërinë e sotme. Ai është kundër shpërdorimit. Sot shumë njerëz vuajnë nga sëmundja e teprimit në ushqim dhe konsum. Shumë njerëz gatuajnë më shumë se nevoja dhe më pas ushqimin e tepërt e hedhin në plehra, ndërkohë që ka njerëz që vuajnë nga mungesa e ushqimit. Teprimi në ushqim dhe pije sjell shumë sëmundje. Ky ajet është edhe një udhëzim për shëndet dhe disiplinë. Besimtari duhet të ruajë dinjitetin dhe modestinë në veshje, sidomos në vendet e adhurimit. Në vend të shpërdorimit, njeriu duhet të jetë mirënjohës dhe i kujdesshëm ndaj begative të Allahut. Allahu dëshiron që njeriu të jetojë me pastërti, me dinjitet dhe me ekuilibër, duke përfituar nga begatitë e tij, por pa rënë në teprim dhe shpërdorim. Në ajetin 27 të surës Isra, Allahu i madhuar thot për shpërdoruesit: me të vërtetë shpërdoruesit janë vëllezërit e shejtanit. Kurse në ajetin 29 po të surës Isra, Allahu i madhuar na flet për ekuilibrin në shpenzim dhe thot: mos e shtrëngo dorën e as mos u bëj dorëshpuar e të mbetesh i qortuar dhe i mirë. Që të dy këto ajete dëshmojnë se feja e pastër islame është fe e balancës, ekuilibrit dhe e maturisë në shpenzime.